Me ngroje, sigurisht nuk i ka vetëm sedilit, po ka edhe panelin këtu ku vendos dorën pjesën këtu, edhe pjesën këtu në mes e ka me ngroje. Është me baxho, hapet e mrapa, hapet edhe baxho e para. Tavani është alkantara, komplet, shumë i bukur. Dhe më thonë, e the pak, nuk e bëhet zi komplet, e the pak ngjyrën, shumë i bukur. Këtu në mes, hapen të dyja të ndame këto, edhe ke për hapësirë për me vendos gjonat. Airventat i myllen, kur e shef shut fik makinën, nuk shef as airvent, po momentin që e nez, fillen hapen ato anash, hapet edhe kjo e mesit, edhe dalin. Është e veçantë, e bukur, mas 15 vjeç djetë problem, nëse prishet e mekanizmi kështu sa do boje, po kur e ke të re, është gjë e veçantë. Se kur e myll, duket komplet pjesa e mesës drunit. Kjo ka edhe parfumin, që e ka opsion, e ke edhe përpara për mrapa e vendos vetë, është sinkronizon i letë të dyja e saj. Një pjesë e opsionëve. Ka opsione tjera pastaj për ta konfiguruar si dush pafundësisht. Tu kemi edhe pjesën pastaj që vendos si dush me hec mënyrë elektrike, auto hibrid inteligjente, battery hold, edhe ta ma baterinë e karikume edhe përdor vetëm motorin. Për shembull ata mund ta bësh kur je të bën rrugë gjatë, po para se me hyrë në qytet, e ru baterinë që ta kesh për në qytet, battery charge që ta karikon më shumë baterinë. Ke opsionet si dush i zgjidh vetë ose e le atë që ta vendosë vetë automatike inteligjente edhe vendos makina për ty. Herën e ka elektrike, nuk është e thonë me lëviz levën deri në fund, vetëm pak e prek, edhe hapet. Edhe këto pjesë të xhamave për t'i diferencu i kanë bo alumini. Kanë bo ca gjona më të veçanta për ta diferencu nga audat e tjerë që bëjnë më pak lek, kjo është më veçantë.